në shkollën e Bullgarit të boksit, kur ka fituar pra pikisht Borisov. Ndërkohë që pas pak çastes do të shpërthejnë me siguri shkallët e pallat të sportit qyteton për të përcjell emocionit e boksirit ekipit tonë kombëtar, shkodranit të minjor Asmer Bilali. Ndeshjet që i përket peshës 69 kg që është 10-ta e rradhës për sonte në këtë natë të dytë, kur Bilali do të kenë përballë një boksier nga shteti e Ekuadorit. Sipas trajnerit të ekipit të vllaznisë të ekipit kombëtar Zevzioni, shpresat e tij mbeten tek Bilali edhe Dema. Bilali, shikojmë me parë Bilalin se sa është në gjendje për të kualifikuar për metej prazë për në finalen e ditës së nesme, për të shpallur ai fitues i peshës 60 kg për të rrëmbyer dhe medaljen e fituesit. Gjithsesi të presim, akoma nuk ka filluar raundi i parë, pritet thjesht kronometri dhe gongu. Bilali në kendin blu, me kokore blu, kurse kundërshtari është në kendin e kuq nga Tunizia, më falin, nga Ekuadori, Rojas. Raundi i parë. Kërkon të marrë iniciativën me boksiri Mysafir. Bilali akoma nuk ka provuar të godas në trupin e boksirit Mysafir. Si zakonisht Bilali në raundin e parë është studios. Tash ka provuar, po provë e suksesshme e Bilalit. Boksirit ton kuqezi me kokore blu, pikërisht ka vend me parë në loj sallaken, direkt në objektiv. Shikojmë, të presim boksimin e Asmer Bilalit, boksirit më të mirë të kombëtarës shqiptare, së bashku me Kristian Demen. Gjithsesi, përcjellin emocionit që do të ndaloj ky duel, se çfarë kundërshtari ka përballë Bilali. Një boksier që vjen nga shkolla amerikane e boksit, pikërisht nga Ekuadori, të shumt edhe boksierët nga shteti i bananeve, shteti i bananeve. Një tjetër goditje e bukur e Bilalit, që ka ngritur pesh entuziazmin e sportazëve shkodran këtu në pallatin e sportit të Sjazim Dervishi të Shkodrës. Goditje disi të rralla për në Shënjestër. Vjojmë pra emocionit drejt për drejt, ka rëshitur boksirin nga Ekuadori pranë litarëve. Shikojmë, mundohet të thot diçka në fjalën e tij boksiri amerikan nga Ekuadori. Shikojmë, ndërhyn gjyqtari i ringut, ka ndërprer për pak çaste. Shikojmë Bilalin në dhimbje, bokserin shkodran të vllaznisë i peshës 69 kg me kokore blu. Mundohet të rregullë diçka në boksim boksiri amerikan nga Ekuadori. Bilali me të përmbrojt, por godet rrept
në objektiv, një tjetër goditje e Bilalit. Tjera emocione në Pallatin e Sportit të Shkodrës, gjithnjë në mbështetje të Bilalit, boksirit të tyre. Ka përfunduar raundi i parë me një boksim të qetë për në favor të Bilalit. Për të qenë saktë, Bilali ka një përsi taktike, është qëndrim në luftimit të kundërt, me gjithë përpjekjet e kundërshtarit tij për të shmang, Bilali shfrytëzon mirë të djathtën krose dhe të majtën e fuqishme në kokë. Unë them se ka vështirë boksieri amerikan për të dominu në këtë lloj luftimi. Megjithatë, ne jemi akoma herët. Bilali po marrë një qëndrim solid, i mbyllur mirë edhe me goditje eksakte që vlerësohen për pikë. Të nderuar teleshikues, në bazë të goditjeve që po i shohim nëpërmjet duke i përsëritur në mendimin e regjisë, Bilali ka 6 goditje të pastra, ndërkohë që kundërshtari i tij ka vetëm 3 goditje të pastra, pra që do të thotë në pikë 6 me 3 rezultati i raundit të parë. Shikojmë raundi i dytë. Shpresojmë në boksimin e mirë të boksirit ton Kuqezi Bilali. Mjaft bukur Bilali me të dyja duart, pra Bilali me kokore blu, kundërshtari i tij amerikan nga Ekuadori me kokore të kuqe. Godet rrept dhe në objektiv Bilali, boksiri një Shkodran dhe ekipit ton kombëtar. Shikojmë, jeri në anën dytë. Raundi i parë ka folur thuajse i tërë për ta. Pastaj Bilali me të majtën, mjaft bukur, janë mbërthyer në ring. Ka patur në fakt një goditje të pastër nga boksieri amerikan, por Bilali si përgjigjur me të shpejt, pa u ftofur, duke marrë revanshin boksirit nga Ekuadori. Mbase nuk priste boksieri mysafir të goditjet fuqishme të Bilalit. Jemi të nderuar teleshikues, drejt për drejt nga raundi i dytë. Bilali Shqipërisë me kokore blu dhe boksieri tunizian nga Meri me kokore të kuqe. Ka ovacione për këtë goditje të sakta të boksirit shqiptar, shkodranit Esmer Bilali, regjistari i ringut me të drejt. Këshillën, shikoni Bilalin edhe boksierin amerikan të Ekuadorit, Rojas. Vjen boksimi mirë i Bilalit, i boksirit Kuqezi me kokore blu. Mundohen hera herës të kundërpërgjigjet edhe boksieri amerikan, pasi është disi më i zgjatë në trup, ka një konstrukt disi më të bukur se Bilali, por pak njihet në këtë sport konstrukti. Sa njët goditja e fuqishme e grushtit. Shikoni goditjet e Bilalit, mjaft bukur. Ka emocionet pa përsëritshme të nderuar teleshikues në këtë natë të dytë të Memorial Vllaznia 2012, kur merit ka boksieri i ringut, pra shkodrani i njohur Asmer Bilali, i peshës 69 kg. Tjetër këshillim nga gjyqtari i ringut në emër të Bilalit ka në gongu. Shikojmë, ka dorë trokitje, gjithnjë në emër të Bilalit, boksirit të Kuqezi, i cili është si duket shumë pranë fitores, ashtu sikur se në raundi i parë kur ka
kryesuar në pikëzim 6 ndaj kundërshtarit të tij amerikan, me ndihmën e regjisë, do t'japë opinionin e tij për këtë round pikërisht Ethem Ibrahimi. Po, bokseri ynë Bilali është një nga bokserët më të mirë të vendit tonë, është kampion kombëtar, është fitues i disa ndeshjeve ndërkombëtare dhe sot në ndeshjen ndaj bokserit të Ekuadorit, ai është treguar i qetë, i matur, me goditje të sakta, e ka pritur më shpesh kundërshtarin dhe ka reaguar shumë shpejt, duke marrë pikë të vlefshme. Kam mendimin se ai ka rezervuar forcat e tij jo vetëm për raundin e tretë, por edhe për nesër, për ditën finale. Pasi këtë ndeshje ai me siguri që e ka fituar. Të shpresoj, pasi Bilali ka qenë shumë më lart se kundërshtari i tij amerikan nga Ekuadori Rojas, ku rezultati i 2 raundeve para ka qenë tepër i thellë sipas logjikës sonë. 17 goditje të pastra ka marrë Bilali kundrejt 5 të mysafirit nga Amerika Rojas. Shikojnë, bokseri amerikan i Ekuadorit ka goditur të herë në kokën e Bilalit, pa problem për këtë të fundit, pra bokseri me kokoret kuqe. Shpresojmë që Bilali të ruaj e përsin e fituar në 2 raundet e para, me tepër duhet të mbrohet, por duhet të nxjall edhe një lloj ovacioni në shkallët e Pallatit të Sportit Qazim Dervishi, për t'i bërë të gjallë ata në mbështetjet e tij, por të bokserëve të pasardhës për t'i dhënë një lloj rivaliteti boksierëve në ring për ndeshjet e më pastajme, kur jemi në ndeshjen e 9 personde. Ka rënë boksieri nga Ekuadori, shikojmë. Shikojmë vendimin e gjyqtarit, i cili vazhdon të numëroj në dëm të boksierit nga Ekuadori Rojas. Ka qenë knockdown dhe i parë për boksierin e Ekuadorit Rojas, shkaktuar nga Bilali, boksieri në kuqezvi, tashme është nxehur paksa boksieri nga Ekuadori. Kërkon ta marrë me çdo kusht fitoren pas shumë larg nga pikëzimi. Shikoni, ka goditur fuqishëm boksieri ekuadorian. Gjithsesi, e përsia mbetet në duart e boksierit ton Asmer Bilali, të nderuar teleshikues. Shikojmë ndonjë shpërthim nga duart e Bilalit për të qenë vërtet një ndeshje mallë. Ashtu si kurse kërkojnë boksdashi Shkodran, qoftë në Pallatin e Sportit të Shkodrës, por qoftë edhe nga ekrani i televizionit Rozafa, kërkojnë një boksim akoma më të mirë të Bilalit në këtë raund të tretë dhe të fundit. Gjithsesi Bilali është shumë pranë fitores, ka krijuar një avantazh të thellë far 2 raundet para. Meqenëse Bilali kërkon të çlodhet, duke lënë rrezë veprimi boksirit nga Ekuadori. Shikojmë, mbërthejnë boksirët. Ka qenë një goditje anësore. Ka përfunduar raundi 3 dhe i fundit. Ka entuziazëm. Në këtë pallat sporti, gjithnjë në mbështetjet për krahjet boksirit tyre të zemrës Asmer Bilali. Për këtë ndeshje të nëntë rradhazi, kur përballë ka patur një bokser nga shkolla amerikane e boksit, pikërisht nga Ekuadori, boksieri Rojas. Të presim. Ka fituar me të drejtë Asmer Bilali i Vllaznis, i dyti për sonte për kuqezin tanë, kur me parë të njëjtën gjë ka bërë edhe boksieri kryqëzitetas Elcid Kalemi. Më pas ka humbur Kristian Shqitani